Veprimtarja shqiptare nga Sanxhaku, Amina Nuraj, kërkon nga presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti që shqiptarët e Sanxhakut të mos trajtohen si të huaj në Republikën e Kosovës dhe të mos detyrohen në regjistrime apo kufizime për hyrje dhe qëndrim. Ajo e konsideron këtë ligj një gabim të rëndë që cënon drejt për drejt familjet e tyre. Amina Nuraj kërkon që shteti i Kosovës të ndërmarrë hapa konkret për të mundësuar shqiptarëve të Sanxhakut pajisjen me dokumentet e Republikës së Kosovës dhe trajtim të denjë të barabartë. E nderuara presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, dhe i nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, shqiptarët e Sanxhakut nuk janë të huaj në Republikën e Kosovës dhe nuk ka nevojë për asnjë regjistrim apo çregjistrim kur hyjnë në vendin e tyre, në shtetin e tyre, në Republikën e Kosovës. Keni bërë një gabim të madh me këtë ligj, veçanërisht për ne që nuk po na jepni dokumentet e Republikës së Kosovës, e megjithatë kemi familje, jemi martuar në Kosovë dhe duam të krijojmë familje këtu. Shpresoj që në të ardhmen do të filloni të punoni për të u siguruar që shqiptarët e Sanxhakut të respektohen, të paktën më shumë nga ju, të cilët jeni në krye të shtetit të Republikës së Kosovës. Dhe shpresoj se do të na mundsoni neve, shqiptarëve të Sanxhakut, që t'i kemi dokumentet e Republikës së Kosovës, shkruan Amina Nuraj në Facebook.